është koha tani për intervistën e parë në Infonata, përmes videolidhjes online do të flasim me Shukri Bujan nga PDK-ja, ish komandanti i UÇK-s. Mirëmbrëma zoti Buja. Mirëmbrëma. Zoti Buja, natyrisht do të flasim për çështjen e presidentit. Ju sot keni shpalosur një ide, një emër të propozuar për president të Republikës së Kosovës. Pse mendoni që Jakub Krasniqi është zgjidhja e kësaj situate? Po realisht e kam menduar mjaft gjatë, duke pasur parasysh konstelacionin e forcave në parlament dhe mos pajtueshmërinë e tyre me shumë emra. Jakub Krasniqi është njëri nga emrat i cili njihet në Kosovë, është një njeri që ka qenë në ilegal, apo në veprimin klandestin, një ish i burgosur politik, një njeri që edhe ka qenë në udhëheqje të lidhjes demokratike të Kosovës në periudhën e viteve 90-ta, një njeri që ka udhëheq kuvendin e Kosovës, njeri i cili ka qenë edhe në udhëheqje të luftës shërimtare, ka qenë një pjesë e jetës së tij me Partinë Demokratike, pastaj është shkputur nga Partia Demokratike dhe është një personalitet i cili ka mundësi si emër të bashkojë të gjitha forcat që janë në parlament dhe në veçanti të jetë një personalitet i cili vetëvendosë se lëvizja dhe zotit Kurti mund edhe t'ju shkojë përshtatje për shkak se Jakub Krasniqi nuk ka qenë një njeri i cili është atakuar nga vetëvendosja dhe nga zoti Kurti dhe në veçanti është një njeri i cili nuk e ka votuar gjykatën apo dhomat e specializuara që thirrët gjithmonë vetëvendosja dhe është një njeri që mund të jetë personalitet i cili i unifikon të gjithë dhe të jetë një kandidat konsensual, sepse edhe LDK-ja mund të jetë njëra nga subjektet e cila mund ta përkrahë vetëvendosja, gjithashtu PDK-ja dhe AK-ja nuk kanë arsye të mos e përkrahin dhe vetë Vjosa Osmani, e cila është presidente aktuale, ka marrë pjesë në protestën dhe nëse vërtet e ka bindjen se ata janë të pafajshëm, se ushtria shërimtare e Kosovës dhe lufta shërimtare është e pastër dhe pa njolla, personaliteti i Jakub Krasniqit, i cili do të jetë i pranueshëm edhe për vetë listën guxo dhe zonën Vjosa Osmani. Do të është një propozim të cilin mendoj se do duhet të ketë parasysh ka subjekte politike. Por, zoti Buja, sa është real në fakt ky propozim? A është vetëm sa për të thënë, apo ka mundësi të tjera, nga që zoti Krasniqi është në pritje të aktgjykimit nga dhomat e specializuara në Hag? Po sigurisht edhe këtë e kam shikuar mjaft me kujdes. Kam shërtuar Kushtetutën e Kosovës, e cila e ka kapitullin e 5, ku flitet për presidentin e Republikës së Kosovës, ka nenin 90 me 3 paragrafe ku flitet për mos ushtrimin e funksionit të presidentit për një periudhë të caktuar për shkak të pamundësisë ushtrimit të funksionit dhe mund t'ia bart kryetares së kuvendit apo kryetarit të kuvendit për një periudhë të caktuar. Në paragrafin e 3 qartësohet se nuk mund të jetë kjo bartje e kompetencës së presidentit me vullnet mbi 6 muaj dhe duke pasur parasysh se kushtetuta përcakton qartë prezumimin e pavajësisë, ata nuk janë të dënuar dhe realisht në gjithë spektri politik edhe vetë rezoluta në kuvendin e Kosovës dhe gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës janë ata të cilët shpresojnë dhe besojnë në lirimin e tyre, në pavajësinë e tyre dhe besoj se me kandidimin e zotit Jakub Krasniqi në një farë formë realizohet edhe rezoluta e cila u votua në Parlamentin e Kosovës në mbrojtje të liderëve që kemi padrejtisht në Hag dhe kjo në aspektin kushtetutar dhe ligjor mund të jetë lehtë e realizueshme.